Mbrëm në orën 19:50 në rrugën Major Qede Filipovski në Gostivar, punojësit policor nga SPB Gostivari privuan nga liria personat GM 24 vjeçar, ST 39 dhe RT 19 vjeçar, të gjithë nga Gostivari. Konkretisht në Departamentin e Punëve të Brendshme Gostivar, personi AT 43 vjeçar nga Gostivari ka denoncuar se rreth orës 15 pas një zënke familjare ka ndodhur një përleshje fizike ku vajza e saj JT ka pësuar lëndime të rënda trupore, të konstatuara në spitalin e Gostivarit. Ata janë ndaluar në stacionin policor dhe pas dokumentimit të rastit, do të vijojë para shtresë përkatëse. Dje në orën 17:25 në një fshat të Gostivarit, punojësit policor të stacionit policor Gallat kanë privuar nga liria personin SHM 42 vjeçar nga i njëjti fshat, duke vepruar sipas një denoncimi paraprak se në orën 16:20 ai kishte sulmuar fizikisht të afërmit e tij BO 24 vjeçar nga i njëjti fshat dhe ishte përpjekur të përdorte një send prej druri, por ishte penguar nga gruaja e tij. Ai është ndaluar në një stacion policor dhe pas dokumentimit të rastit kundër tij do të vijojë para shtresë përkatëse. Mbrëm pas mesnatë në stacionin policor në Gostivar, një 46 vjeçar nga Gostivari ka denoncuar se në ditën paraprake rreth orës 23 në shtëpinë e tyre familjare, gruaja e tij me të cilën janë në marrëdhënie të përkeqësuara, pas një zënke verbale është sjellë në mënyrë agresive dhe ka kërcënuar, po merren masa për zbardhjen e rastit. Dje në orën 11:20 në SPB Tetov, personi DT 35 vjeçar nga Tetova ka denoncuar se para shtëpisë së tij në rrugën Predrag Jançevski ka vërejtur se automjeti i tij Porsche me targa të Tetovës në krahun e majt ishte dëmtuar nga një plumb i humbur i armës së zjarrit. Një ekip i SPB Tetov ka kryer kthyrje në vendin dhe plumbi është marrë për procedurë të mëtejme. Dje në orën 16:40 në Tetov, punojësit policor në SPB Tetov kanë privuar nga liria një 33 vjeçar nga Tetova duke vepruar sipas një denoncimi paraprak se në shtëpinë e tij familjare ka sulmuar fizikisht bashkëshorten e tij 32 vjeçare. Ai është ndaluar në stacionin policor dhe pas dokumentimit të rastit kundër tij do të vijojë para shtresë përkatëse. Të premte në ora 13:20 në SPB Tetov, personi BI 43 vjeçar nga Tetova, i cili më parë kishte denoncuar se djali i tij FI 16 vjeçar ishte larguar nga shtëpia, më 8 tetor 2025 i ka telefonuar një person nga Struga dhe ka njoftuar se djali i tij i mitur ndodhet në objektin e tij hotelerik në Strug, pas shkamenjer ka shkuar në Strug ku e ka gjetur djalin e tij dhe janë kthyer së bashku në shtëpi. Dje në orën 16:30 në stacionin policor Zherovian është denoncuar se në periudhën nga 11 tetor deri në 12 tetor 2025 me përdorim të forcës është hyrë në kishën Shën Dimitri në fshatin Miletin të Tetovës dhe janë marrë para, po merren masa në zbardhjen e rastit.